Përshëndetje për krejt, jena prap këtu në Podujevën e bukur, në këtë ambient mrekullueshëm të restorant Iliria Hill në Shamallok, cilë të falenderojmë shumë për hapësirën. Kam kënaqësinë që sot Mustafire kam të ftu Maghreb Muqiqin, një këngëtar shumë të mirënjohur, një shok tonin, një bashkëpunëtor tonin me cilin kena me bisedu për projektet e tij, për jetën e tij, për gjithçka rreth tij. Maghreb, faleminderit që ke pranuar ftesën me kom pjesë e këtij emisioni. Faleminderit len ty që më ke thirrë, edhe kënaqësi, edhe shok, edhe intervistë, edhe po bashkëpunojmë. Maghreb, është kënaqësi sot që kam projekte me ty, për mua është një privilegj shumë i madh. Shumë faleminderit. Po sot po du me të bo pyetje pak si dost, pak si moderator, po du me na fol edhe për mu, edhe për publikun, për fillimet e tua të para në karrierë. Fillimet e mia, fillimit kanë qenë 2004-5-6. E tuti, domthon 2 vjet e para unë e marrë vetëm me muzikë live në për lokale, atëherë u konë më ndryshe. Tash, me krahasu këtë kohë me atëherë, u konë shumë ndryshe. Pse ndryshe? Se s'ka pas sukur sot teknik. S'ka pas sukur sot lokale, i konë lokale ndryshe. Domthon, vokali kanë ndodhur ndryshe, zërimet janë konë ndryshe, instrumentet kanë qenë ndryshe. Gjithçka u konë ndryshe prej sot. Tash 2004-2025 janë për mi 20 vjet. Dallim i madh. Është dallim i madh. Maghreb, sa vjeçari e kon kur e ke marrë ahengun e parë ose darsmën e parë? Ahengun e parë i kom pas 16 vjet, sikur sot më kujtohet. Kur sa arrin? Qysh u kon ajo ndjenja si 16 vjeçar me realizu një pjesë të ëndrrës tone, një pjesë talentit tën? Shumë e zërë. Unë e di se arrej kur, domthon jem bo sa vjetë dhe tash kënej gjithka me ka 1000 persona publik. Nuk e ki problem. Nuk e kam as nuk mendeja nej, po aja ku kone moj men mu drejtë shingujt. Në atë kohë kur ke këndu herë parë, emocionet para publikut. U konë në fshatin Bradash. A këtu në Podujevë? Podujevë, fshatin Bradash, kur se harroj, mu drejtë shingujt për emocionet. S'di që shumë ka dalë zoni, nuk di që shkum kënu, po aq të kënaqën një nda dasmort atë. Se nësi i ri, fmi, aq domthon s'po di. A kanë besu që një 16 vjeçar mundet me këndu bukur? Nuk kanë besu, nashta kanë besu, po nuk e kanë ditë teknikisht ata qysh është, se në moshën 14, 15, 16, atëherë është ai ndrimi i zonit. Po. Nga adoleshencës që ka lënë në zonë mashkullore. Mashkullore. Ka pas shlojfa, ka pas, po, u konë sukur se dhe moj men, nuk e arres asnjëherë, edhe nuk nashna mu sukur atëherë. Sikur në atë kohë. Maghreb, unë gjithë herë përmeni jo veç para publikut, po dhe me shok kur jem dikun, e je shumë njëri thjesht. Po linda para se me konë dikushi, ose me konë këngëtar, ose pjethojnë veti, na jena njerëz. Kena shpirti, kena gjak. Jemi sjaj punëtori i thjesht, se na edhonim punëtori i thjesht dikujna. Se ti kur shkon me knu dikujna, ti je punëtori tina. Veç dallon profesioni me profesion. Dallon profesioni, po ti je argati tina deri sa të krysh punën në përfundim. Maghreb, a kthen respektin e njerëz ndaj njerëzve që dojnë, ndaj publikut që të admiron edhe të suporton? Unë e lind munona me konë shumë i thjesht. Shumë i thjesht. Bili s'po di, ka njëherë e të prej me thjeshtësi edhe me dashni. Se i respektoj njerëzit shumë ma shumë se ata që më respektojnë mu. Maghreb, ky sen është shumë i mirë, jo veç për ty, po është mirë shembull me marrë gjithë këtë pjesë, për shkak se qysh tha ti tek Mamrama jena njerëz krejt. Ashtu është. Maghreb, po du me më fol për projektin tënd të parë. Cili u kon projekti yt i parë? Projekti jam kong me videoklip profesionalisht, u kon viti 2018. 2018. Emri i projektit? U kon konga Jo, e punu me pe Granit Gashit, edhe klipin ja kena bo në Gjermani, në diaspor. Zvicër, një pjesë në dokët, edhe Austrisë. Tash du më lidhë dhe të diaspora për shkak se ti ki shumë udhëtime edhe Kosovë edhe Gjermani, sa është të zërshme për ty Maghreb me mbrin dy ontë? E letë nuk është, nuk pojmë me honë është shumë e letë, se sa është e letë. Si jem pyetje afër 2000 kilometra. Edhe unë zakonisht u thej shumë e kerr. Po? Thuaj se me aeroplan rrallë, shumë rrallë. Veç kur e kam shpejt marrë me kry një punë, sepse unë vetëm e kerr u thej,
2000 kilometra nuk jem pak. Se më ndodh shpesh herë me ardhën premtën më kthin tonën. Okej, pra në kohë shumë e shkurt për Po me shumë e shkurt, përfundu. ti sa fillon domethën pak me pushu, ti do të prapë më Prap nis. me udhëtu. Magreb, kom dëgju që ma shumë ki koncerte, darës ma hengje jashtë Kosovës. Po, është e vërtet. Unë më thonë që Shumicën e kohës si atje. 70% i kam atje. Yeah. Se edhe jetoj atje dhe përpara nuk u konë sikur sot që janë vizat. Po, Tash ma shumë dasmat po vonë atje se sa këtu. po tash ma letë të bo. Atëherë ata që mu më kanë njohë ma shumë, se unë kam jetu atje dhe jetoj, më kanë marrë atje me kënu. Jo në Kosovë. Jo në Kosovë. E tash u bë lehtë, u bë shumë e mirë se këta që po vinë atje, nuk pi shpenzojnë ata. Jo, nuk ka nevojë me... Se ma lehtë është shembull për këta këtu, ka një bilet me pagu, me shku atje, se sa ata me ardhë me fëmijë, me ku po diun, me shumë shpenzime. e mi hu punat, ka që njerëz domethënë punojnë edhe vikendë, Edhe vikend. edhe nuk mujnë mi Nuk mujnë me mbri me mri. Magreb, Edhe- po du pak më kthy Qështu? pak prap të fillimi të karrierës tone. Që shukon ai vullneti familjes tone për ty? Ai menimi familjes tone për ty kur ke fillu me këndu ose kur kanë dëgju tu këndu? Unë fillim, përkraja gjithmonë ka qenë. Gjithmonë është, përkraja është maksimale. Se kur s'përkraja yti, familja, rrethi, ti si kur kushi. Ashtu është. Po, në fillim në kom fillu në kafe me kënu. Që ajo ka qenë, ajo kom pak probleme maj jo i mirë për mu, edhe për ty, familjen, se po. kur fillon njëri pe kafës, kafja ti e di çka të bën. Po, e Nuk është- kuptush, domethënë- është, po gjithkush fillimet e veta janë Na- shtira. po, I ka fillimet e shtira. Në anën pozitive edhe negative, kafja është një universitet. Sa i përket muzikës. Sa i përket muzikës. Se në kafe mëson shumë sen. Kafja të ofron gjithçka. Të ofron me gjithkon me pasmu. Të ofron me lloj-lloj këngëtari, lloj-lloj orkestre. Unë që tas edhe sot aso e ditë se kam problem me kënu me lloj-lloj orkestre. Po, je Nuk i se- përshtat shumë për krejt. Për shtatë në menherë. Menherë, automatikisht si të filloj me kënu, ose si të fillon muzika, unë e di Zhondrën bojnë. çka po lypët edhe po, qysh po lypët. edhe qysh e bojnë edhe qysh e bëj. Kështu që unë s'kam asnjë problem asnjëherë me orkestër, as me ata teknikët e zërimeve, asnjëherë unë i Je i kam përshtat shumë me ja, gjithçka. as nuk jam karmazhi që thonë, Po, me Po, çikor me jo kështu jashtë. Jo. Unë jam i thjesht. ti punën tonë ata të vetën. Zoti madh ma ka dhënë zonën, që kjo është, Që kjo është kryesorja. kryesorja. Magreb, bashkëpunimet me këngëtarë tjerë. E kam një bashkëpunim me një këngëtare, po bashkëpunime nuk kam bo ma shumë. Ma shumë je fokusu So, ka vetja jote. Unë e kejt profesionalisht me klipe, me krejt i kam dikon 9 apo 10, nuk e di, s'jam i sigurt. E kom dasht vet. ma Veç shumë vet me fillu. Kom dasht vet me fillu, mu njoft Veç vet, zoni veç jam- si Magreb. Jo në krah dikoj. ashtë. Kom dasht vet. Atëherë, kur bona vet, edhe ai që i bashkëpunoj me to, e ka ma let. E ka ma let, po. Apo din, pse shambullone me fillu në fillim me bashkëpunime, e nestra, me thonë ai, me mu ka, Po, unë e Se kom pru dhe i qëto. na e kiem paka shumë, na Po, shqiptarët na, e kiem. shqiptarët, qashtu tjena na. Na e kiem shambull një kur gjohe që bojmë dhe thëjmë, unë ja kom bo. Po, I një shpesh, filon këngëtari, po unë e kom qitë ato. Po jo e ka qitë zoti, që ja ka dhonë zonën. Tani tjera zonë. tana i tjera gjona. Magreb, a ka me pas projekte të reja këtë vera jo? Projekte ka me pas shumë. Mas pari është projekti që ka me arë që tash në qeshur, një këngë shumë ritmike, A mundesh me na zbulu pak emrin për shumë ritëm, publikun? po. Kënga thirret për ty është shpirt, është shumë këngë e mirë edhe këngë ritmike edhe këngë verore. Verore. I thon verore se ke kënga u bën diqysh pa lidhje verore, dimërore. Po, i përshtatet Po. ma shumë stilës verës. Është këngë shumë moderne, Shumë moderne. shumë moderne. Shikuz nderum, njerëz nderum, unë po du paka shumë me folje edhe për 3 projekte të cilat i kena bashkë me Magreb Po. Vučićin, me shokun ton, cilat vetë se i kemi xhiru edhe ditëve mbiem kanë me dal. Projektin e parë kena pas viti i ri, vitin e kalum, cili ka qenë një projekt shumë i suksesshëm, edhe i falenderojna Magreb publikisht krejt njerëzit që na kanë përkrahur në atë projekt. Ashtu. Tash javës që vjen kam u publiku edhe pjesa e parë e martesës, një projekt cilën ka marrë pjesë edhe Magribi, edhe faleminderit Magrib që nuk e pritu edhe jarë pa hezitim në projekte unë. Faleminderit ty Lind, unë nuk pritoj për ty se ti e din që ti je djali talentuar.
Për djalë që ti që je talentuar, kur flas i talentuar, po them me plot kuptimin e fjalës se talent nuk është vetëm me dalçat me Po, po talent është pe fillimi se ti e shkruan vet. pe skenarit, Po. regjis, Skenarin e bë vet, regjinë e bë vet. Çdo gjë bën vet. E shembull në moshën tonë mi bë këto gjëna është shumë sukses i madh dhe kemë pas përkrahje gjë. faleminderit shumë Magreb. Ai përkro Magribi artistat e ri, këngëtarë të ri, nëse kërkojnë ndihmë prej teje. Gjithmonë. Je i hapur për gjithë. Gjithmonë ai që lym ndim pe me, pa marr parasysh për çka. Unë edhe na hengje kur qelloj. Pa ardh gjithmonë dikush më thon, "Hey, është një talent, është kështu, është ashtu." Unë veç i përkrahja ata që dinë me kënu. Që din, që kanë talent dhe që kanë zonën. Ata që dinë edhe ata që mujnë. Se ka që dinë edhe nuk mujnë. Janë dallime Ka që mujnë, po nuk dinë. po nuk din. Që ka thonë Zoti. Kështu që unë i përkraj se cilin me shumë qep. Magreb, faleminderit shumë për këto fjalë, është kënaqësi kur një llapjan që i fol këto fjalë për shkak se njerëz jena krejtë dhe gjithë secili ka nevojë për ndihmën e dikoj. Ashtu është. Magreb, a kena një projekt ma për zemër, ma të veçantë që e dënë? Gjitha projektet i kitë mira, por gjithkush çdo artist e ka një projekt që e dënë e çmon ma shumë. Projektet Që të kënaq ty. Po, projektet çdo këngëtari dën njësoj. Po, Vetëm varet për shtypjen që ta kalon ai projekt gjatë punimit që ke buti. gjatë punimit. Shembull, shkumja në studio, incizimi, shembull rrugtimi derisa u bua klip, çka ke kaluar se nuk kalojmë la gjithmonë mirë. Po, është e kuptueshme. Nuk është gjithmonë. Është e kuptueshme. Po, domthon adhuruesit, si them adhuruesit, po pi them këtë rast, publikut, Publikut. se adhurues për mua nuk ka. Adhurues rreth Zotit. Po dashamir që na dojnë neve. Dashamir që respektojnë punën Ata tonë. që respektojnë punën tonë, se i një dhe shumë më vranë kjo, s'po kam qare për e thonë. Jo, thuje lirisht Magreb. Shumë muë më vrajnë kër e një fjallet fansat e mi. A di shumë doket aja. Pajtona me ty Magreb. Aja më doket në nëshmim i pas zavencushëm me diçka tjetër. Do të më thonë publiku ose dashamirët. Njerëz që na kanë ndihmu me arrit deri këto. Dashamirët, ata që na kanë ndihmu, ata që na kanë përkrah, ju thëm që ata nuk e din sa hekom na. Pra pas kena Pra tu, pas kena. ka të mira, ka të keqe. Edhe na njerëz jem. Njerëz, po. Na jena njerëz thjesht vëlla. Para se me kon këngëtar thash edhe njerë. Jeni njerëz. Jena njerëz vëlla. Jena njerëz. Isha do. Kur gjojsh bre? A të pengon Magreb shumë kur i një njerëz që s'din me knu. Na shta po shprej na keq, po Për mua, që veç e ka marrë në mikrofon edhe del kënon që aty. Qa menon ti si këngëtar? për mua është më keq jashtë ajo. A të vjen marrë ty kur e nin ato atje? Mua më vjen marrë ai kënon atje, unë mu vjen marrë këtu. Po, për që ta du me... Ta kom thonë edhe një herë. Për që ta du me të Ta pyet. kom thonë atë rastin, ai kënon hertic, mu vjen marrën llapashtic. Po, e pse? A vëdin? Shumë e vërtet. E që to po të thonë, ai kënon në kërpi me ose ku bëdione, mu vjen marrën Ty vjen llapashtic. marrë pakon aty. E më rupi qasojna, mos mi ardh ati tjetrit marrë pe me e kërkëna jonë. Po, pej punës që... Pe punës që unë e bëj. Që e bën, po. Kështu që duhet me kom për tokë. Me kom për tokë se si na kërkushi. As një këngëtar e thëmë lirisht. Lirisht se, po ta thëmë në sen, njerëzit ma të pushtër jenë këngëtarët. Pse Magreb? Se po ta thëmë ne, se këngëtarët din me rajt, din me mashtruhe, din me tradhue. Gjitha këto... Ketë ata që dalin edhe thujnë bla bla bla, shiko se unë e kështu anë e kënej. Jo. I kam projekte Jo. të si bërë ato projekte kur? Unë i shoh shpesh herë në për intervista, thët i kam 4 dasma. A lodhesh në përshesh të e po Tu sill. tu sill. Se zonë të Po, verës. ku na pi kallëzën? Ku na pi kallëzën? Vendi i vogël. S'është nevoja se Kosovë jena na. Shumë. Unë e bëj mrena ditës 1500 kilometra në Gjermani, beso. Vend Gjermani. Shembull ai si ka bu këtë vitin 1500 kilometra në për Kosovë. Se s'ni bën se është Po. Vend i vogël. Vend i vogël. Magreb, e, a s'është kina i nevoja me rajt. bashkëpunëtor tonën, kur e quj bashkëpunëtore llogariti, dikon që ti sigurisht ki bashkëpunime kur shkon darsëm, zërimi, sintashi. Po. A mundesh na përmend dikon që i ki ma për qefi, që ka lënë mirë me ta? Edhe një është rahat çlire, kap mikrofonin edhe kënon. Po lënd përbesën e kumbo shumë muzikë me lloj sintashi. Me lloj orkestri. Respekt për krejt, po se si Respekt këngëtore për ka dikon ma respekt për qefi. secilin. Unë mas pare e shoh muzikën rand dytë, jo në rand parë. Mas pare me kon djali mirë, me kon njëri mirë. Bashkëpunuesi mirë. Bashkëpunuesi i mirë, korrekt, se korrektësia na mon. Shumë e vërtet. Për momentin jam të punu me një djalë, edhe është djali mirë, edhe është
muzikant shumë i mirë, edhe është një djalë i një familje shumë ngritën në Llap, me qëndrim e Jupin. Qëndrim Jupi një prej sintasha më të mirë në komunën e Podujevës ose në Llap. Mas pari është djalë i mirë, tani është muzikant i mirë. Edhe shumë profesionalist. Edhe shumë profesionalist, shumë korrekt, me tojmë ka punoj edhe besoj që ku me pas bashkëpunim shumë gjatë. Vazhdueshëm. Po Magreb, a ka mund dalu Magribi të sjell projekte para publikut? A i ke thonë vetës stop, dej që tu boll është? Magribi ka munal atëherë kur dal para publikut e kapi mikrofonin, e kur zonë jam i shkon nerva që aty në. Kur i pengon zonë? Po, kur e pengon zonë jam dikon aty, jo dikon, po dasmur, ose publikun, atëherë ku me lo. Se në mëj me silë sa dush projekte për projektën tem. Kong, të reja dhe gjona. Po kur del para publikut e kap mikrofonin, nëse dikur ja vra veshin aty, ti ke me vrej. Nuk e pëlqen muzikën tonë, ti që atëherë vendos me lo. Që atëherë e lo me njerë. Magreb, na folëm shumë sene rreth teje, është knatësi, jo veç sot, po sarë kam bashkëpunime me ty, plus kësaj interviste që po më bën mundi shumë mirë, që kam një këngëtar të mirë njohur llapjan, një këngëtar që ka dhënë shumë për muzikën komunën e Llapit, krejt Kosovën, po gjithkush është ma lokalist pak, ma ka veni vet. Shumë e vërtet, njerëzit mendojnë ka një herë kur na shohin, unë shpesh herë shoh, ma bojnë një për mua, ti i ri, apo din. Ti i ri në këtë punë. Unë i ri, po, unë i ri, se ai më ka po tash. Po. Po, nuk i, deri sa t'ja spjegoj ishte i vjetë, në për çka ke kaluar. Edhe biografinë. Edhe biografinë qysh ke ardhur, qysh kum punu në për bashkë, qysh kum punu në për lastika, qysh kum punu në për kafe. Si çdo i ri që i ka fillimet e shtira të veta. Po, qysh kum punu në shumë vena, tash me nisa ti më ja spjegoj për fillimi, që unë jem më ti, po ti çta shumë sheh. Ti çta shumë sheh. Po, edhe interneti këto ka mundsuar. Sa kur kum punu atë ras ka pas rrjete sociale, u kon dal në atë kohë një farë mësënë i theshëm. Messengjeri. Messengjeri, për këtu. Qajo kon kur kum pnuane. Qajo kon qatë kohë. Qatë kohë, dhe më thonë kum pnuane. Jem kon në për Podujevë. Në për Podujevë, Në për Podujevë, që jem kon në për vene kum pnuane. Edhe nuk ka pas sintash ajës në Podujevë. Veç vetë. Jem kon një 2-3, por nuk kanë jetu këty. E u do fke me marrë për qytetet të tjera. Me sjellën në Llap. Magreb, unë të falenderoj shumë për sot që ke gjetë ku, të falenderoj për përkrojen që ma bën, për mundësin që ma bën me bashkëpunu me ty që ma ofron hapësirën, po du për fond prej teje një mesazh njerëzve që dojnë, njerëzve që të suportojnë, dashamirëve kongës tone, të muzikës tone, një falenderim prej teje. Unë të falenderoj ty për zamërsisht, edhe të thëmë që vazhdo, kështë që shije. Me punë, me projekte, me gjitha me intervista, me emision, me kupedione, mos në alë se ideali talentu. Mos i ngë tjertë, kur mos i ngë askone. Nga që pëtët Magribi, se ka asi që të afrohet me të avra ondrën tonë. Ti mos ja mundësa atina me të avra të ondrën. Kur dikush ty të thët, mirë është që ke mujtë, ma mirë. Pak ma mirë, ti ato mere si jo kompliment, aj s'është kompliment. Aj s'është kompliment. Aj është një diçka që ti si e të bukur gjo. Ti si e të bukur gjo. Ato gjuje nuj me një herë. Mera me vetë vetën, mera me forca tua, mu sprit asë një herë pe i kërkuj. Edhoni, i përshëndes kërrejt dashamirë të mi. Kërrejt ata që i pëlqen konga jam. Mëre, nashta se ka një as i kong të jam në kërë. Po nëse na herë njën, e falenderoj me shpirt e me zemër edhe i thëmë, unë jem që që jam. Shkuz zërum, kjo është Magreb Muqiqi, maj miri i Llapit, i thjesht, i but, i afërt me njerëz, do një falenderoj juve shumë.